për neve gjithë... Dhe ka bërë shumë gabim dhe prandaj ka pas atë debat. Ja, të gjithë juve ju ka mbajt gjesti. Ju ose për keq ose për mirë, çka do që ju keni kap atë djalë ju jeni bo viral jashtë. Edhe për ai me hymje të gjestit ju jeni bo krejt Big Brother e Shqipërisë është bo viral. Do të thonë se nuk e kishit shiku kaq shumë publiku. Okej, mua më vjen shumë mirë që ti je për krah Kojshiun tat. Jo, që e kam vetëm Kojshi. Po ashtu është se ai ju kanë gjallë juve. Prit ta veshmi. Prit ta Olert, është përfol shumë edhe domethënë për një lidhje të fshehtë. I kom po kështu domos po flasun. I kom po na për internet kinse Ulsa, domethënë producentja e Big Brotherit Kosovës ka fol kinse Tinza me produksionin e Shqipërisë edhe e kanë qitë gjesti për këtu i për me qua atje eksi gjona. Jo, mërë burit. Këta nuk mujnë me ditë se këta kanë qenë Jo, jam tani u bëj një javë sa vajtën 8 ditë që jam jashtë, nuk 9. Jo, nuk kam dëgjuar do një gjë. Shiko, në një teleshikueshmëri kaq të madhe thashe theme do ketë. Do ketë teori konspiracioni, do ketë edhe hiperbolizma, si shtot Ina për shembull që na ka mbajt gjithve gjesti. Po marrëdhënia e gjestit me Ilin, a duket artificiale ajo? Shiko, ka qenë një marrëdhënie që ata i çojnë të dy në finale. Për mua ajo marrëdhënie i çojnë të dy në finale. Nëse nuk do ishte ajo marrëdhënie, por që ka gabuar për mua nuk duhet të kishte rihyr dhe kam përshtypjen që rihyri për të mbajtur lojën e saj, por ndjenjat nuk fshihen, s'ke ç'bën, ndjenjat dhe kolla nuk fshihen, nuk i fshet dot. Dhe nuk ajo Egli nuk e përballoi dot. Kamera sonë rran? U kthye, jo, kamera nuk gënjehet dot. Dasma dinkoj shumë, s'diskutohet, dhe për mua ka qenë një marrëdhënie e cila duke pas dinamikën e saj, refuzimet e gjestit, insistimin e Eglit, këmbguljen e saj, donjëherë edhe për atë që u akuzua si urdhërojnë na fol, e lash. Se jo të gjë gjithë. Po du me fol pak ka ona femnës, që ka duru ajo Egli aty, unë mendoj që e ka bo veç për me shku deri në finale, se e ka ditë që gjesti. Po prej kujt i ka duru? E ka duru prej gjesti, do me thonë, sa shumë e ka injoru, sa shumë e ka ullë poshtë. Që do të s'ka bërë mirë, ti s'doj bëje. Unë si femën si kisha duru. Nuk i kisha duru as për qmim, as për finale, as për faj, nuk ka gjesti që e ka... Me ullë poshtë ka që shumë një djallë, nuk i kisha leju. Se më duket Big Brotherin e Kosovës ka ndodhe kundërta. Ishte një vajzë që ullë të poshtë atë. S'muj me thonë që në fillim e ka ullë poshtë, po ka mendu me boloj, po tani e ka ullë vetën. Pastaj ja erdi tek Big Brother i Shqipërisë dhe ndroi vende. Çfarë i bën këtu, filloi të bënte ai atje. Po, qashtu, ama une... E ka thënë në video që ka marrë për akmarrje. Po, ajo vajza... Ka qenë ere parë që unë kam zirë nominim. Po, mendoj që kom e vazhdu lidhja atymve, pas shtëpisë. Si e sheti? Pyetje. Shiko, unë nuk e... Çështja është se janë edhe një brez që do njerë jetojnë dhe për TikTokun dhe për klikime. Që kishte shpesher kimi mes tyre, kishte. Por në qoftë se keni parë 2 ditë para finales, gjesti i shtup dhe divani dhe më ka thënë bab më folë se ty të ngoj. Dhe i tha shiko, ju keni shumë mos përputhje me njëri tjetrin. Dhe me kaq mos përputhje që keni me njëri tjetrin, o ti do ndryshosh nga përkushtimi ka që madhë që ka Egli ndaj teje, se tashi nuse katuni Egli nuk bëhet. Ashtu si Loredana, nuse fshati nuk do bëhet. Nuk ta mje lopën. Jo, nuk ta mje lopën. Ja, gjesti Prishtinje të të. Në shehër të madhë. Po flas, po flas si mendësi. Që qonë bë kafem, gatujmë, lajmë, shplajmë, hekuros. Jo, ato janë... Qka është ajo, që do femën du të më po nuse e shpis. E pa e nuk bo. Pa parasysh, Amir është me arrit reality show, a je mesa, modela, qka do që je qatë moment që bosh nuse e dikojt që ato pun duhet me i kry, sa ajo ashtu kështu në shpe i ka kry, para kamerës. Që ato pun duhet me i kry, për edhe buris duhet me usil me brek, ta nditën shpe. Për këto e vërtet, po e vërtet. Bravo, ta të kiti, që që ke mirë. Ta në të si ka fitu gjesti, më së bon marat. Shuqë, a do vazhdoj... Ta është me po më vetë dikush më ke posë qef që ka fitu posë, është një Kosovës, po tham ju. Ne jena të dialogu, Ani dhe se këta gjithmonë kanë marrë qmimet e natash, edhe dikush i joni, du të me marrë të jo. Unë, kur ka marrë për e të parë këtu, Sadria më ka dhënë një nder, do me thënë shumë të madhë, dhe dua ta quaj nder, jo të qmim, se ishte nder, vërtet, do me thënë që më bërim, të më lejohet neologjizma në Shqip, dhe kam qenë shumë i emocionuar atë ditë.
Dhe si që na prisni në Tiranës juve në Prishtinë, nuk ne jemi dhe shërë më i madhë se ju. Dhe do njerë harojnë do njerë dhe nuk jemi dhe ajtë. A eftojmë edhe një, është edhe dikush mbro, pa është dhe me thonë... Kush? Ish femra gjistit. Kush? E keni përfull shumë në për media kështu, mos i Djelza, nuk një si Djelza, po është Miss Kosovë, ka qenë faktisht Arbura Recaj. A eftojmë me do të gjithë. Në mama mi se edhe? Në mama mi se gjej. Ja, jeti? Ida? Mund t'ulesh. është më mirë kështu, Mesa, hajde. Dy me po në najute. Ate që jeton në Greqi? Mamaja? Po dhe, me po hurë do më. Jo të keqen se fillon pastaj flet nuk lë njerit flas. Leqi e burdhra të rjetën. Faleminderit shumë që erdhe Arbura. Faleminderit për tesën. E ke përcjell pikura ju? Shkon e vjen din në hallje. Shumë. Faleminderit Sadri për këtë mikpritje kaq të ngrohtë që më ke bërë, Po i nola edhe klimat. Sadria e ka di që je marakli kogja i madh i femna për shkak na ka thirrë dhe na ka bu ftesë. Inshallah të vjen gjesti se Se qa ka, po të vi? Jo, shumë thot ta kam krytë dhe asgjë, jam bëm ha... Pastaj më thua qa ke thënë hajgore, thot dhe vejikën, se qa të bëj? U kryç dëse. Po, u kryç dëse dhe mbaroj mua beti, po. Po, s'ke që thua. Notën e mirë. I pu dhe një notën e mirë, thua, ajde këtu më të t'sjaroj, jo, le, po. S'ke që do, mos i hinë thellë. Qka kemi thonë sonte lajrët, po besoj e ke përcjell Bikun, sigurisht. Ata shiku si kanë posë për vejtë ata. Shumica kësaj herë më duke që kanë qenë ma shumë ata persona që e kanë shiqu Big Brother. Ka qenë kogja i shiqushëm ma shumë se sa hera tjera. Ndoshta për shkak edhe Gjesi që ka qenë pak tip ma... A ti kjo nga emisionin? Dëgjo, po qa mësove të ku? Ta përthejmë lajeti se arsye është shumë debate ka pas në Big Brother, me qenë se kësaj here ka qenë Big Brother ma shumë agresiv duke në përgjithsi banorë. Si kam parë tjera të në ju? Jo, si kam parë si tjera. Por edhe intervistat në përgjithsi... është përfull që ish femra Gjesit dhe me thonë dje zamën është me qenë tja, është të vërtejta? Në fakt, unë jem ish femra Gjesit, po që realisht nuk kam dashtë me u shfaqën media, edhe për atë arsye jëm ardhë paka shumë edhe më ballafaqu me lajsht. Jo, shumë e gjatë. Qëka t'ka bo? Je shumë e gjatë, s'ka mundësi të kesh një femra Gjesit, mos blemë. Pale me karrige. Okej, unë jam ardhë me të provoku paka shumë ty, pra. Okej, vazhdo, paka shumë mendimet e tua. Jepi, e mbaju. I kam pa edhe shumë intervista që realisht i ke pas gjatë kohëve të fundit, edhe njërën ndër intervistat e fundit që e ke pas, në bas përfundimit Big Brother, ka qenë një intervistë që realisht nuk është më ka pëlqyer gjatë shumë, sepse e ke shpreh shumë atë